I boj një rifreskim Sadullah Bajramit, që ndoshta edukatorët e tij asnjëherë nuk ja kanë treguar këtë periudhë faqezes nga historiku I juaj I mbushur plot krime dhe prishje. Në vitin 1409, sipas hijretit, Sheikh Gjemil Rahman, Sheikh Gjemil Rahman nga Afganistani, e themeloi Emiratën Islame në Afganistan, në vilajetin e Kunuzit, duke ngritur flamurin e tauhidit dhe sunnetit, duke I shkatruar plantazhat e hashishit, ndalimi I duhanit, mbyllja e tregjeve gjatë namazit, gjykata sheriatike, urdhërim për të mirë dhe ndalim nga keqja. Normal, kjo duhet me qenë ëndra e Bin Ladenit që ishte në Afganistan. Doli një njeri, një burr që me të vërtet e zbaton sheriatin, që ata aq shumë e duan sheriatin, aq shumë pretendojnë dashurinë për këtë sheriat. Ky burr e zbaton të sheriatin. Të gjitha këto, Sheikh Gjemilur Rahman, por e gjitha kjo nuk ishte mjaftueshme për Abdullah Azamin. Dhe din shumë mirë Sadullah kush është Abdullah Azami. Nuk ishte mjaftueshme për Abdullah Azamin, as për Bin Ladenin, as për Hikmetijarin. Sikur edhe paraardhësit e tyre nuk ishin të kënaqur me Uthmanin radhiyallahu anhu, dhe këta djegësit e tyre nuk ishin të kënaqur me djegësit e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta kriminal, këta terrorista rekrutun një egjiptian që me likvidu Sheikh Gjemilur Rahman. Lloj mashtrime kanë ndodhur domethënë në Afganistan këta. Në krye të tyre kjo Abdullah Azami. Kur kanë shku njerëzit të rinj që janë bërë domethënë mish për top për ata, I kanë kalu në për gjenaza, edhe para se të vjen ajriu, I kanë lajt gjenazet me misk. Që ti tash që vjen nga kudo që të vish, të thot ai tjetri Haridjiu, shiko këtyrve vjen era miskut, janë shahida. Në realitet janë qelp ato. Kanë pas erë të qelp me, por këta me I mashtru të rit, që ta hedhin veten e tyre në ajër, I thot shiko, bohu si ky, I vjen era miskut. Këta janë Abdullah Azami dhe Bin Ladeni. Le të del Sadullah në bën qëndrim për Bin Ladenin. Po kanë qalë lot krokodilash kur e kanë vra. Allahu alem, këta kur mbaron ajo misioni I Bin Ladenit, Abu Bakr al-Baghdadit, tjetri, zhduket. Të Ebu Ubejda, të Hamasit, zhduket pa gjurmë. Ky përngjan ma shumë, I përngjan ma shumë shërbimeve të perëndimit se si I likuidojnë njerëzit. Këta njerëz, Bin Ladeni, Abdullah Azami, mësuesi I Bin Ladenit, kanë rekrutu një njeri nga Egjipti që me likvidu Sheikh Gjemilur Rahman. Tash u themi, nëse do ta kishin pasur për sheriatin, Sheikh Gjemilur Rahman gjikonte me sheriat. Nëse u dhim që sheriati aty në varë shumë, ky burr I madh, Sheikh Gjemilur Rahman gjikonte me sheriat. Por si çdo herë, si ka thënë El Hasan El Basri rahimahullah, Khawarijat janë njerëz të dunjas. Khawarijat janë njerëz të dunjas. Dhe kanë vrarë Sheikh Gjemilur Rahman rahimahullah në vitin 1412. E kanë vrarë domethënë, dhe pastaj ky Sadullah Bajrami vjen me paturpsinë e tij dhe tregon për konflikte fizike. Ju domethënë ku keni mundësi domethënë I vrasin selefit, edhe këtu është argumenti më i madh Sheikh Gjemilur Rahmani rahimullah, që ka zbatuar sheriatin e Allahut, edhe e kanë likvidu.